Lutja e plakës. Tregohet se profeti dhe mbreti Suleman a.s. ishte ftuar të marrin pjesë në një ceremoni dasme, pasi martoi djali një fisniku. Ati i vjen angjëlli i vdekjes dhe i tregon se djali që martohej do të vdiste ditën e martesës. Profeti Suleman u ndjen siklet nga kjo, prandaj dhe vendosi të mos shkojë në ceremoni. Pasi kishte përfunduar ceremonia e dasmës, baba i dhëndrit shkon tek profeti Suleman dhe e kritikon për faktin që nuk ishte vajtur në ceremoninë e dasmës së djalit të tij. Profeti nuk dinte çfarë përgjigje t'i jap. Pasi ai u largua, profeti Suleman a.s. e pyeti angjëllin e vdekjes se çfarë kishte ngjarë që djali i atij fisniku nuk ishte vdekur atë ditë. Angjëlli i vdekjes i tha: "Isha rrugës për të ndarë nga kjo botë, kur më vjen një urdhër tjetër për të kthyer." Shkaku ishte se një zonjë e moshuar dhe shumë e varfër ishte afruar për ndasmës. I ati dhëndrit e kishte parë dhe kishte pyetur se çfarë halli kishte. Ajo i kishte thënë se ishte e uritur dhe i ati dhëndrit nuk i kishte dhënë çfarëdo lloj ushqimi, por ushqim mbretërish, pikërisht ushqimin tënd. E moshuar në të çaste me lot në sy ishte lutur: "Zoti i dhash jetë gjatë dhëndrit, o njeri i mirë." Dhe Zoti ja pranoi lutjen në çast.